kuptimi i samitit. Ne vim, themi kritikat tona konstruktive dhe japim propozimet tona dhe e mbasim pak vete në nivel lobimi sa jemi të zot të bindim institucionet shqiptare që të bëjnë disa ndryshime për përmirësimin e... Këtu e kam unë dilemë, pse duhet i bindni ju? Praktikisht duhet ju bindin institucionet juve, jo ju institucionet. Të dy anësha, ja. Dy anësha pa tjetër. Dy anësha, po. Kam përshtypjen që ne kemi më shumë nevojë për ju se sa ju për ne. Se ju praktikisht ju ikët se ne suplesonim dot nevojat juve. Unë e flasë, është defekt profesional, sepse flasë edhe në emër të KKD-s, të Këshillit Koordinues për Diasporën. Objektive që ne kemi vënë vetes është të bëjmë ura mes shtetit tonë, institucioneve tonë dhe institucioneve ose diasporës aty ku jetojmë. Dhe une personalisht nuk do lodhem kurrë që të, me atë sa ka mundësi, me profesionin tim, me qendrën kulturore, të përcjell nevojat, propozimet e atij komunitetit që unë frekuentoj dhe mund të them thojza përfaqësoj në institucionet shqiptare. Një pyetje kurioze personale, sa vjeç je dhe ku ke lind? Unë kam lind në Shkodër dhe jam 40 vjeç. 40 vjeç, okej. 40 nuk i tregoke fare, thash që ishte 30-31 vjeç. Për jam bëri përshtypje elokuenca e gjuhës shqipe. Dhe këtu pastaj do mburre zona Kastrati, po. Jo? Jo, unë jam e lumtur kur elokuencë e jashtëzakonshme e gjuhës shqipe. Diçka që është brezi që ka shku gja i arsimum. Pra, mendoj se... Jo, një arsimum atje, me thonë dhe? Që nga cili? Pas shkollës mesme. Pra, mas shkollës mesme. Po. Shkolla mesme nuk është pak. Jo, është faza ma kryesore. Ajo tjetra është që ti profilizon djenit e tjetër. Dhe nëse flasim për gjuhën, natyrisht që është element super i rëndësishëm, do të thonë. Po, desha dal te kjo që kur shoh të tjerë breza dhe kemi gjithë raste për rreth, dhe nuk du të dalë në personale. Brezat që vinë pra mbas mirit, apo mbas disa të tjerëve që le të themi kanë lindur atje. Ajo është problemi i parë. Do të thënë, dhe vëmendja është përqendruar, sepse janë ngritur dhe institucionet përkatëse në Shqipëri për të ndjekur arsimimin ose bazën mbështetëse për librat abetare, fjalor e tjetër. Por ajo që unë mendoj është, do ta thosha vetëm me kaq, jo vetëm thjesht për gjuhën dhe jo vetëm thjesht për një sektor. Unë dëshiroj që të ketë samiti dhe mendoj se do t'i ketë, të ketë rezultatet e një konkretësie. Pra, ato që ka thuhen, të jenë të strukturuara mendërisht nga ato që i thonë, pra le të kenë përgjegjësinë ato që i thonë, ne që i dëgjojmë nga ana tjetër, dhe të kemi edhe atë lloj, si themi, mençurie, që të bëjmë bashkë interesat e njerëz palë me tjetrën. Nuk kemi dy palë, por më falni do ta quaj kështu. Sepse për sa kohë janë në një vend tjetër, jetojnë atje, kanë ngritur jetën e tyre dhe siç tham, e kanë ngritur mjaft mirë. Do doja që të shikoja konkretisht atë që quhet dritë jo në fund tunelit, në fillim tunelit, dhe që është e qartë. Pra, cilat do t'jenë prioritetet mbasi kemi ndëgju palët. Dhe këtu po flasë për të gjithë sektorët, sigurisht, por nuk dal tek ajo, unë e shoh si filozofi të gjithë takimit. Pra, nëse ky summit, meeting, apo tubim, apo takim i joni, i gjithë shqiptarve, edhe i arbëreshve, nëse ato janë shtetas italian, por le t'i quajmë që janë tontë, ato kam mullin që janë arbëresh shqiptarë. Pra, le të themi që... Janë tanët, si do që të shuen, po. Të ketë një strukturim që do të filloj të vehet në zbatim. Në mënyrë që të mos vim vitin tjetër dhe të themi e kemi pas parasysh, por kështu, do të ketë gjithmonë vështirësi, nuk mund të ketë realizime 100%, sepse është e pamundur. Du të dalë edhe tek një diçka tjetër. Unë kam qenë e pranishme në 2 summitet e fundit, pra dhe ai që ishte para 2 vitesh, dhe mendoj se rëndësia më e madhe e summitit është ajo që quhet institucionalizimi i nevojave. Kur vendoset në këto shina, herët avon do t'i jap frytet, dhe frytet kanë filluar të jepen, por herët avon, sepse është proces dhe është i pa plotësuar, është i pa kompletuar. Mirë, pa, ka ndi edhe sa vite, duhet të ndë kjo. Samiti 4? Është i 4. Pra, le të themi që është bërë... Po, për mua është shumë e rëndësishëm pasi vjen pas votës së diasporës. Sigurisht.
por desha të dalë të Pra është filozofia. kontribut dhe politik që diaspora jep në mbarvajtjen e punëve në vëndë. Pra, e themi nëse partia e Mekit sot është në pushtet, është edhe për shkak votës diaspora, sepse nëse raporti do të ishte qenë i përmbysur, rezultati nuk e di sa, po do të ishte patjetër më ndryshe. Pra le të themi, dhe diaspora ka shprehur vullnetin e saj politik. Dhe në këtë moment i merr paratë, i merr votën, dalim të ajo, konkretizoj edhe raportin me të. Strukturim mendor të mund edhe konkretizim dhe mundësisht kooperim apo bashkëveprim. Bashkëveprimi është mendoj fjala kyçe e tretë dhe dëgjimi ose vendosja prioriteteve për parësive. Nuk mund të, unë nëse më lejoni do një moment vetëm të Arbreshat. Në qoftë se ne kemi filluar të sjellim vëmendjen ndaj arbreshve. Shikoni se deri në 90-ën vëmendja ndaj arbreshve ka qenë në shteti shqiptar. Dhe ka qenë në një mënyrë të jashtëzakonshme dhe të organizuar. Por jo të organizuar në formën një politike ekskluzivisht me një institucion. Ka qenë në nivel studimor, ka qenë edhe në nivel politike, por është më e fragmentuar si teme. U bë ky hap. Arbreshët, më besoni, kanë nevoja shumë të mëdha, të cilat nuk ju lihet mikrofoni për të pas mundësinë që ato të flasin. Në samitin e diasporës. Në samitin e mëparshëm, pati një ditë tërë që ishte me... Sepse unë di shumë presidentët e Republikës, disa presidentë e Republike... Jo, ka një vëmendje të shtuar. E kanë shtuar, së të mos presidenti Begaj po thuaj se ka shku në çdo fshat të Arbresht, po thuajse. Por desha dalë që kjo lloj vëmendje që është rritë në mënyrë të jashtëzakonshme, nuk e patat në nivel politik. Unë desha në nivel të komuniteteve. Për komunitetet, ato janë aq komplekse dhe aq të shtrezuar në mënyra të menduarit dhe ndoshta për të keq të tyre, por dhe tonin që punojmë, janë të pa ngjizur me njëri tjetrin. Si temi kjo, vështirëson procesin. Dhe kur i jepet mundësia e dëgjimit nga ana jonë, ato e fitojnë besimin. Ju fitohet me shumë shqetësi besimi arbreshve. Sepse kanë parë shumë herë luhatje, të cilët vinë nga nevoja politike, nga kushte politike të dikushme. Tani e kanë këtë vëmendje, dhe kjo është e para, është hapi i parë, vëmendja politike. E dyta është të kuptojmë mirë realisht çfarë mund bëjmë, sepse ato janë shtet tjetër. Dhe ne nuk mund të ndërhyjmë në jurisdiksionin, ne mund të bëjmë lobimet, ne mund të bëjmë shtetjet për atë çka ato kanë nevojë realisht. E gjithë pjesa tjetër, natyrisht është fermenti i tyre, është armi i tyre që i mangjall, ne kemi për detyrë vetëm ato pak pjesë që mbesin si vendi am. Okej, Megi, fjala fundit për ty, me që je temi përfaqësuese dhe e qeverisë. Shumë presion këtu për fjalën e fundit. Ka shumë që dua të them realisht për samitin e diasporës. Pritshmëritë janë shumë të larta, por si zoti Rolli unë do them që jemi ende në hap